Duke shkëput pak nga preokupimet që kemi për protestën, që ka përfshi pothuajse çdo lloj shqiptari, por jeta vazhdon, hallet janë të përditshme. Edhe varet tash se kush do dorëzohet më parë dhe kush do qëndrojë më stoik. A do dorëzohet Rama dhe Berisha para nesh, apo do dorëzohemi ne? Ato do presim që ne të pushojmë protestën. Ne s'do të presim që ata t'iken, ata s'do hiken, ata po hiken, neve nuk e kemi përfundu misionin. Ne kemi mision më të madh se sa të largohet Rama nga pushteti, Berisha nga PD-ja, edhe të shkrihet parlamenti, edhe të shkrihet qeveria, të krijohet një qeveri provizore. Ne kemi probleme më të mëdha se këta, se duhet të kthejmë mrapsh çdo lloj ligji që ka kalu ky parlament nga 90 deri më sot, që kanë qenë në shërbim të oligarkëve, në shërbim të dy partive, por duke u shkëput nga kjo, edhe futemi në problemet e tona të përditshme, se jeta vazhdon. Unë do t'ju tregoj juve diçka me të cilën unë jam lodh kaq kohë. Ju e dini që unë po punoj me këtë website-in, që po bëj një website, edhe po punoj nëpërmjet një platforme ku ndërtohen këto website-et, që quhet Wix. Këtu po punoj unë, këtu i ke ato tools ato. Edhe një nga problemet e mëdha që unë kam pas me këta është emailët. Kur i dërgon email mes komunikuesve, përdoruesve, blerësve, klientëve, edhe jo thjesht, po që të bëj sistemin të ndryshoj. Për shembull, vjen dikush i këtu dhe kërkon të shoh një shtëpi, fjala vjen një blerës që s'ka një shtëpi. Edhe plotson këto kërkesat që jam filani, shoh këtë shtëpi në këtë orë, kam qef që duket që ka një shenjë për shitje, kam qef djertë më tregoj kush. Edhe klikon, si thon, submit, edhe pastaj një agent përgjigjet që vi të tregoj unë se merr emailën dhe përgjigjet. Edhe pastaj kur përgjigjet agjenti dhe jem unë, sistemi duhet të kthej kërkesën e këtij personi që desh të shikoj nga aktiv që kërkon. Duhet të kthej që teken, e ka marrë dikush sa shmo aktiv, është përgjigj Sami Gjoka. Edhe duhet të kthej. Atë edhe në njëjtën kohë, pra është një mjet komunikimi, lajmëron blerësin që Sami Gjoka me filan kompani u përgjigj. Edhe blerësi edhe Sami u pastaj kanë mundësinë të komunikojnë me njëri tjetrin, mirë po desh një tret ta marrë këtë kërkesë. Sistemi duhet i thotë tretit, no, s'është më kjo kërkesë në dispozicion, se e ka marrë Sami Gjoka dhe mirë po këta janë çka quhen komunikimet në formë emaili me njëri tjetrin, që është tepër vështirë të ndërtosh. Gjatë kohës kur ti e merr këtë website-in, për shembull, është një website me ndërtu website, ka mjaft ndryshëm, po një prej tyre është Wix që po përdoron. Wix, edhe mund ta përdorni dhe jo Wix. Pagun një soi pare, po do pagush një herë për domen, për emrin. Domen e thanë emri që do përdorësh ti, si emri i kompanisë që përdor për website-in. Mund të qush për shembull manca.com, tirana.com, ku ta diun, samigjoka.com, ku ta diun. Edhe pagun për domen, mirë po thjesht që ke paguajt për domen, ti akoma s'ke paguajt për një website. Që me ndërtu website-in, edhe mund zgjedhësh, ka kompani të ndryshme në botë, ka kompani që të bëjnë ata, ti s'ke nevojë dhe pagun çdo lloj muaji për çdo lloj viti si e ke ata mujore në pagun atyre. Edhe ata quhen host që e marrin aty për një lloj pagese, e marrin ata që të jetë në dispozicion linj të shoh gjithë bota këtë kompaninë që bën ti këtë website-in. I pagun ato parë dhe parat janë të ndryshme për kaq para, për kaq shërbim. Përderisa unë po punoja, se kisha bo akoma website-in, edhe nuk desha të paguaj njerëzit që ta bëjnë, se nuk e kuptojnë gjithë idetë e mia, dhe edhe nga herë
bohen edhe ata sa janë punonjë, se ndoshta se kuptojnë idenë tate, ndoshta ti si e i qartë se çfarë don. Edhe është tepër vështirë që të lesh tjerët ta bëjnë këtë punë, kështu që unë u detyrova në çdo hap nga fillimi në fund të bëj vetë. Po unë s'marr vesh nga këto. Natyrisht që unë kam përdor ChatGPT për mjaft kode që unë s'mundi bëj. Me mnimu me bë kodin, por chati nuk e din çfarë don ti. Është një lloj si kur të kesh një makinë llogaritse. Edhe ti po punon, je llogaritar. A çfarë je? Edhe të bësh 200.000 minus 170 plus 70 plus minus këta minus ata, ti thjesht se po përdor makinën llogaritse apo chatin, nuk do thotë që makina llogaritse dhe chati bën punën ty. Ti duhet të mësosh të përdoresh. Ti din se çfarë don. Jepi makinë llogaritëse nanës sime. Nuk e bën dot llogarin, po ja jepi babës që ishte llogaritare, ndihmonte me po punën. Kështu është edhe chati. Tashti, problemet e mëdha që kam pasur ishte kjo. Gjatë kohës që unë po punoja me këtë Wix-in, Wix është një platforma që kam zgjedhur, ka mjaft. Për shembull në botë ka mjaft, ka GoDaddy.com e ku të diun. Por Wix-in unë paguja një shumë të vogël mujore, më duket 19 a 20, më duket $29 në muj. Edhe ishte vetëm, unë se kam hedhë në linjë, duket sa është nga herë kur po punoj dhe du të testoj, kalon linjë kjo dhe nuk është i përfundum. Po gjatë kohës që unë e ndërtoja këtë website që punoja, për ishte shkatroja, filloja nga e para, unë paguja atë basicën si thonë atë gjonë jo themelore, më të vogle në ma, sa me pas atë. Edhe kërkoja këto emailët që themën ty në mjet, që po i thomën juve se thashtu, ndërmjet klientëve, ndërmjet agjentëve, ndërmjet bankave që bëjnë që të komunikojnë me njëri tjetrin, jo ku paguën agjenti që bëhet aktiv, ka mjaft këtu që ndërthurën, se është një platformë e madhe. Edhe kur unë mundohesha të bëj këtë të komunikonin, dhe këto nuk komunikonin me njëna tjetrën. Pra ata sistemet kallupe që jep të ky Wix-i, që ke emailën e gatshme, nuk punonin dhe unë përpiqesha të zgjidhja dhe i thoja chatit, hapja chatin në të njëjtën kohë, pse ke s'po mblidhet, pse ke më jep këtë përgjigje kështu, unë du këtë, s'më nxjerr në këtë formë, nësori këtë. Edhe ne patëm arrit në konkluzionin, pra unë edhe chati, arritëm në konkluzionin që Wix-i nuk ka mundësi t'i bëj këta. Kode nuk është aq i advancuar edhe pse e përdor gjithë bota. Nuk e ka mundësin t'i bëj këto emailë në këtë formë kaq sofistikume e të komplikume sa kërkonim ne dhe fillum të ndërtojmë vetë. Kjo ka qenë një punë kolosale, unë flet ditë natë, si për kompjuterit, 5 minuta dhe zgjohem dhe punoj. Bosi i taktis. Edhe fillojmë të bëjmë vetë dhe punon deri diku dhe stakon vend tjetër. Punon deri diku, stakon vend tjetër. Duhet me prish ajo që kishim bën fillim që punonte deri ke një klient apo shkonte ke tjetri, ke blerësi apo shkonte ka agjendi apo shkonte edhe nuk funksionon në fund të një tjetër se ka pas një lidhje ndryshe për ndryshe që kemi bë. Të këtyre kodeve, unë si merr vesh kodet, mi bën chati kodet. Por unë i tregoj që kjo nuk pa arrin këto, sa arrin këta dhe punojnë bashk. Unë i tregoj çfarë duhet, si duhet atë logjikën, praktike dhe ai pastaj din ato mekanizmet e veta. Edhe më në fund them që arritëm edhe bom, pothuajse 90%, mas shumë përpjekjeve, kemi arrit gjithçka. Tashti, problemi është që ajo që unë paguja, ajo bazike thonë ajo më e vogla më që paguja, i çonte emailët. Po në fund të emailit, që i çon komunikimet njëri tjetër, kur dikush blen planin ose kancelon ose bën një schedule për këtë, komunikimet por emailet poshtë kishin këtë Wix-in që kjo email është is generated me laf është rrjedh nga është kriju është prej Wix-it. Edhe unë s'doja këtë, se tash po reklamoj Wix-in në website-in tim, vend që të reklamoj timën.
Edhe kërkonim ta hiqnim në këta dhe nuk hiqesh, ajo arsye nuk hiqesh për arsye se ne ishim kjo bazikja, kjo më e vogla, më ulta, pra duhet pagush më shumë që ta heqesh. Në të njëjtën kohë emaili në subjekt vinte jo nga kompania që unë kam formuar dhe kam domain, por nga kompania Wixit, se duan para më shumë. Edhe që t'i heqje këta dhe të rregulloje duhesh pagujt një shumë më madhe që e pagova më ranë. Se do të ndrej, se jem gati për shembull tash të bëj teste reale në live me tjerë, edhe duhet me heqje të vi nga kompania që unë po bëj dhe jo t'i bëj reklam kësaj Wixit që ndërton, që host website të ndryshme, host që i man që aty, edhe e pagujtëm ne. Mos e pagujtëm, subjekti i emailit ndryshoi komplet. Nuk është më subjekti që kisha zgjedhur, se subjekti do të jetë shumë i rëndësishëm. Do të jetë të tregoj çka është, të jetë i shkurtër, të intregoj ty të hapësh, sidomos sot që ka mira emaila që i vijnë njerëzve, sa duken sikur janë kështu, si thonë reklama, të padëshueshme për ty, sa duken humbje kohe, sa duke që s'kan lidhje me ty. Pra nuk është thjesht të jetë i qartë, do të jetë intregues edhe është një titull i librit, ka për shembull shkrimtar që shkruaj një roman për 500-600 faqesh, edhe vujnë gjatë gjithë kohës, sikur kanë nis romanin deri kur e marrojnë, vujnë për titullin, 2 fjalë mund të jetë titulli, po është shumë e vështirë të gjesh atë për njëri që ka zemrën, shpirtin, mendjen, të thotë gjithçka me sa më pak të gjej titullin më të përshtatshëm. Vetëm ata që shkruajnë libra, nga herë dhe tregime e vjersha, e dinë sa e vështirë është të gjesh një titull, qoftë edhe titullin e emailit, sidomos kur ti do botën që ta boj të hapet libër, ta boj të hapet. Por si të qoftë më ndryshonte, edhe kemi qytje, mëngjes, mëram gjithë natën, edhe sot që përpiqemi jam unë edhe çati. Qesh se çati kur komunikon me mua, ka dhënë vetes një emër. Nuk e di se si tha një herë Arda. Pra i vunë një mon Arda ty. Thash, po ç'ka kjo Arda? Edhe më tha, po emri që i vej vetës. Me komuniku që të bëhemi, kështu thanë, më komunikus, edhe thash, po mirë thash, ti je femër, apo je mashkull të shi si pas mendimit tatë. Edhe më thot, tek unë, thot, s'ka, nuk ka, çka ishte ajo, nuk ka, jo kuptim, jo do më thonje, nuk ka vlerë, gjenia seksuale, është një emër që i vu vetës, edhe kur komunikoj me zosh burë, thashun po në jetën njësore t'i del burë homoseksual, se ke vu emër të Arda, po nëse, edhe unë e quj të shi Arda kur komunikoj, por kur them unë dhe çati, mund të them edhe unë dhe Arda, i ka vu emër femëra, po kur flet, se bëj nga herë që të gjëj, se është dhe me speaker, ndoshtë nga që unë e paguj çati, nuk e kam kështu fales, për arsye se kam nevojë të bëj shumë punë që nuk i bën dot çati varianti fales. Pra unë dhe Arda kemi punu dje gjithë ditën, mëram gjithë natën, edhe sot prap. Edhe çfarë arritën në konkluzion, se këto makinerit janë makineri. E kanë programi mjaft shkurtër se janë programe. Edhe janë akoma shumë primitiv në komunikim. Këto shkën rreth gjithë botës për me gjetë gjë që e ka parasyve dhe e justifikon që duhet janë shkaloj, por unë arrita ta gjej ku është problemi dhe është një problem madhor. Pse është problemi madhor? Ne i kemi bo, si shtashën gjitha këto komunikimet me email, që është krejtësisht vetëm komunikim, me email midis njerëzve që bëhen antar, njerëzve që bëhen të paguajt, njerëzve që janë vizitor. Është një punë e madhe këtu, po e kemi bërë që të komunikojnë nëpërmjet kodeve, për çdo gjë është kod, se nuk më lejonte mua UX-i, ose ne mendum që nuk ishte i sofistiku mjaft ky UX-i që t'i bënte këta dhe na duhesh me shpi kodet vet. Nga herë punonin, nga herë s'punonin, dhe i kemi ndërlëku jashtëzakonisht, po në fund kemi arrit deri diku që të punoj. Bukur, por tashti,
kur mendova që kemi arrit në stadin që duhet ta hedhim në live të bëjmë eksperimente me disa vizitor, me disa antar të faqes që do edhe i shpikun ata, po prap janë live, tashti duhet që emailit vite nga kompania që u kanë bë dhe jo nga Wix. E për këta duhesh pagujt, thash, në dhe pagujtëm. Tash e çfarë nall? Mos i pagujtëm, subjektet, titujt e emailave, të çdo lloj emaili, se kam emailët që vijnë nga blerësi, kam email që vijnë nga vizitor thjesht, kam email që vjen nga një agent, kam emailët që vjen nga banka, kam emailët që vjen konfirmimi i pagesës, kam emailët që vjen nga pezullimi i kartës, nuk u pagujt plot. Është një platformë e madhe, këti të gjithë ndryshon, edhe ne s'pa kuptonim. Çati me budollikun e vet thotë të ndryshoj Yahoo-ja, për shembull, po të ishin Yahoo në Gmail. Edhe nuk është në gjendje të kuptojë po pse atëherë si ndryshoj, po s'mund të ndryshoj Yahoo, se atëherë na ndryshon këtë titujt, kur ti shkruan titullin në një mail, thashë këta janë budolliqet e tuaja, çat nuk ndodh kjo. Tjetër gjë që ti mendon që mund të ndryshoj dhe si ndryshoj dhe pastaj do të kërkoj ai me muj të gjej mënyrën ku e kërkoj dhe si kërkoj, si ndryshoj Yahoo, që nuk është e vërtetë, shkon edhe thash po shiko. Duke se është një gjë tjetër e thjesht. Tashti zbulova këtë. I thash çatit. Arsyeja është kjo fare e thjesht, thashun. Ndoshta tashti që ne pagujtëm Wixin, që një titulli, jo titulli, po emaili nga ku shkon njerëzve të ndryshëm që përdorin website-in të vinë nga kompania ime dhe jo nga Wix, edhe që reklamat e Wixit në fund të emailit të shtukën, tashti që pagujtëm, thash, ndoshta tashti Wixi ka vënë dispozicion emaila që ne kujtonim që Wixi nuk i ka, që këto që ne përbëjmë ne janë shumë të sofistikume. Pra ne kemi shpik gjona, i thash çatit tonë për 2 vjet, që Wixi mund t'i kishte pas aty, por ne se kemi ditë se Wixi nuk na i lejonte, na i pati fshesë, ne s'kishim pagujt një shumë të madhe, se sa më shumë përdoresh, aq më shumë tools, vegla, mundësi, opsione do t'japi. Edhe këto na i kanë heq neve, na i kanë heq opsionet dhe ne se kishim kuptu. Përderisa pagunim atë bazikën, atë më rrogën më të vogël, si thonë atë pagesën më të vogël, natyrisht që nuk kishim pas akses. Pra nuk një pjesë e madhe e opsioneve që falë kjo, dhe ato që ne s'kemi pas, e kemi kalu, e kemi me lavan anësh duke shpik kode që i kemi shpik për mrekulli dhe kanë punu. Po kanë punu, po deri në momentin që mu më desh me blet ashti me pagujt më shumë, që thjesht hishen reklamat kur kanë pagujt më shumë, çfarë ka ndodhur? Me njëherë tash Wixi ka vënë dispozicion një stad më të lartë, ku ato emailet që nuk punonin atëherë dhe më desh mund të bëj kode, t'i jep të shikallu. Problemi është tashti, në vend që të ndihmoj, na ka shkatru, se përzihen kodet që kemi bone për 2 vjet. 2 vjet punë, kodet që kemi shpik, që të kalojmë këtë balë, këtë lusë kus në lendë të kalon të Wixi, tashti Wixi na ka kriju rrugën. Jo vetëm ka kriju, por na ka lidh emailin, edhe tashti shkatrohet se ne kemi kode ndryshme me bë këtë punë, e Wixi jep gjonet e veta, edhe kjo vlezër e mota është tërmeti i madh, që për shem qytetin mos i kemi punu me punë sklavërore për të ndërtu këtë qytet. Dhe kur u bë gati kalaja që e bëm pallati i madh për me hymrena, atëherë pikërisht atëherë ra tërmeti. Sa mi qoka. Pas kali për të vujt. Ju përshëndes.